Video që po thyen rrjetin, parukiri trondit Eglin me atë që i thot, produksioni reagon me njëherë, kujdes mikrofonin. Një moment i Egli takos teksa ishte pak orë para prajmit edhe parukiri që po i rregullonte flokët duket se ka njohur nga jashtë, po qarkullojnë gjerësisht në rrjet. Thashë theme për këtë moment, i cili ka ngjallur reagime të shumta mes ndjekësve të Big Brother VIP Albania. Në video, ndërsa parukiri kujdesi për pamjen, i tha, të ka marrë natë. Egli e habitur e pyeti për arsye, ndërsa ai u përgjigj, ja së kujtove fare për mua. Egli më njëherë u mbrojt duke thënë, jo e ke gabim, ne kemi folur në telefon. Unë s'kam dalë fare nga shtëpia, vetëm kush ka ardhur të më takoj në shtëpi, shpjegoi ajo, teksa në këtë moment dëgjohet një zë nga produksionit i thot, Egli kujdes mikrofonin. Kjo frazë ndezi më njëherë spekulimet në rrjet, teksa shumë shikuese kanë interpretuar si një sinjal që Egli po jepte informacion të ndaluar, duke lënë të kuptojë se ajo nuk e ka lënë fare shtëpinë e Big Brother VIP, ashtu si shpërflitej, por ka qenë në prapaskenat e Big Brotherit me familjarët e saj. Nga ana tjetër, fansat e saj e kanë nxjerrë zbuluar, pasi gjatë mbrojtjes kanë thënë se Egli e kishte fjalën vetëm për shtëpinë e saj personale dhe jo për qëndrimin në Big Brother VIP, teksa janë zbuluar foto se Egli gjatë kohës që ka qenë jashtë e ka kaluar shumë kohë edhe në jugun e Shqipërisë në Palas, teksa është fotografuar e ka përmat edhe në baret e palasit. Duket se miku i parukier i cili ka nxjerrë këtë është penduar pas tërheqjes së vëmendjes nga produksioni, duke i kërkuar edhe falje. Megjithatë, fansat tani më kanë të drejtë të jenë dyshues.